Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt, edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. فنوف مع أهله واستوت على الجود ما كان يقومه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم واعلم إن الله عزيز الحكيم. Zoti Naçi, faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë për të bërë pjesë e Adam. Faleminderit. Në fakt ne si stafi i emisionit kemi pasur një bashkëpunim pothuajse me të gjithë komunitetet fetare në Shqipëri dhe me të gjithë drejtuesit e tyre. Kështu që menduam që edhe ju të ishit pjesë e formatit tonë. Faleminderit. Mirë, mirë se ju gjetëm atëherë në institucionin më të rëndësishëm të komunitetit musliman. Jemi pikërisht pranë në komunitetin musliman të Shqipërisë. Si drejtor i mesazhit Islam, gjithë botën është diskutuar, dhe diskutohet gjërësisht në fakt, për një keq përdorim të mesazhit Islam në mbar botën. Kam përshtypjen, e bëra gjithë të parantezë për të thënë që me ngjarjet që ndodhin, puna juaj dyfishohet për të përçuar drejt dhe ashtu siç duhet mesazhin e drejt Islam. Është e vërtet, njëherë faleminderit që jemi bashkë në këtë emision. Me thënë të drejtën, që secili prej nesh që punon në komunitetin musliman apo në bazë, kur nisëm punën tonë, asnjëherë s'kemi menduar që momenti i globalizimit të çështjeve botërore do të na prekte edhe neve këtu. Për shkak sepse historikisht fetë qiellore, do të thoja Islami prej 1437 vjetësh, siç janë edhe në fakt fetë që pretendohet përgjithsisht janë Zotit, po kuptohet unë mund të flas për Islamin, gjithmonë paqja, dashuria, të jesh njeri, të kesh sjellje, të jesh i kulturuar. Janë momente të bastë për cilët ty të shtyrin që të jesh praktikant dhe të jesh pjesë e besimit islam. Dhe kur pastaj ballafaqohesh që me disa kuptohet janë minorancat të jashtëzakonshme, por që në emër të Zotit bëjnë vepra të cilat nuk janë njerëzore. Pa diskutim nuk janë të pëlqyeshme, janë veprime që nuk mund t'i bëj asnjë krijesë njerëzore. Ti ballafaqohesh me një punë të dyfisht, sepse vetë kjo drejtori e mesazhit islam, po edhe puna e gjithë komunitetit musliman përgjithsisht, qoftë në qendër, qoftë në bazë, synimin e ka që të paraqesë Islamin real, Islamin që Zoti e zbriti për njerëzit dhe parimet bazë saj që janë morali, dashuria, miqësia, altruizmi, kultura, sjellja, dhe sa të kesh mundësi që të jesh i dobishëm për veten tënde, për familjen, për shoqërinë me radhë. Dhe kjo na ka bërë, me thënë drejtën,
realisht që ne të dyfishojmë punën tonë dhe të mundohemi maksimalisht në amanetin ku e kemi në vendin tonë, që ne t'japim mesazhin e duhur, t'japim mesazhin i cili është real i fesë islame. Në fakt, në momentin e parë që ndodh një ngjarje, si ngjarjet për cilat është folur, që përmend në fakt më sipër, cila është puna e parë që ju bëni? Gjëja e parë, pra pas të sulmi terrorist. Mbas asaj që çdo vepër terroriste, ekstremiste, do të themi një fakt shumë interesant që veprat ekstremiste dhe terroriste fetare janë në një minorancë shumë të vogël. Zakonisht veprat terroriste në botë, po të shikoni institucionet më prestigjioze që merren me çështjen e terrorizmit, thonë që veprimet terroriste fetare janë në një minorancë shumë të vogël krahasim me veprimet terroriste që bëhen përgjithsisht në botë për interesa të ndryshme. Por ka një impakt shumë të madh kur bëhet në emrin e fesë. Çdo veprim tjetër terrorist është më i minimizuar në lajm se sa ai që bëhet në emrin e fesë, siç duket dhe ana sensitive e fesë, edhe duke qenë sepse feja islame, siç është dhe feja kristiane, janë fe globale. Dhe domthonë atentati i parë na vjen dhe neve. Ajo që mund të them me siguri është që ne jemi në një jetë qetë, në një jetë të përditshme, siç jemi dhe ne sot, dhe automatikisht ti pa pas asnjë lloj faji, ballafaqohesh dhe merr një atentat që ti në fakt nuk e meriton. Kur them ti flas muslimanët përgjithsisht. Gjë e cila nuk po them se janë më të mirë se të tjerat apo më të këqij se të tjerat, janë njerëz si gjithë të tjerë. Dhe jetojnë në mënyrë normale. Kur ndodhi një ngjarje kështu dhe ai thot një fjalë në emrin e Zotit dhe besimit islam, automatikisht ne ndjehemi keq. Është një atentat që i bëhet dhe islamit dhe muslimanëve. Dhe gjëja e parë që ne bëjmë është ajo që ne mundohemi të shpjegojmë dhe të qartësojmë njerëzve që çfarë interesash kanë këto njerëz. Kush janë këto njerëz, çfarë përbërje kanë këto njerëz, nga vjen kjo ideologji e tyre, kush i shtyr ato që të arrijnë në këto akte, dhe mundohemi të sqarojmë njerëzve dhe pastaj të shtojmë punën tonë në argumentimin e teksteve të qarta fetare dhe islame që nuk kanë bëjnë asgjë me atë që bëjnë disa njerëz në emrin e fesë, dhe pra mesazhi, sqarimi, sensibilizimi është gjëja e parë që ne bëjmë me njerëzit. Mirë, do të bëj edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur këtë pjesë. Pas një ngjarje ose pas një sulmi terrorist, media dhe ne gazetarët sulemi t'ju marrim ndonjë sinkron juve me pyetjen a jemi ne të rrezikuar si shtet, a është Shqipëria e rrezikuar? Po ju a bëj edhe një herë këtë pyetje në fakt, a është Shqipëria e rrezikuar nga ndonjë sulm i mundshëm terrorist? A keni ju informacione të tilla, qoftë edhe ndonjë informacion? Ndoshta informacione nuk mund të them, sepse Komiteti Musliman nuk ka mundësi që të ketë një informacion të gjerë në këtë aspekt, por që do të thoja që të thuash në të njëjtën kohë që nuk ka asnjë lloj rreziku, ndoshta do ishte e tepruar. Ajo që mund të them unë, nëse gjithë secili në korsinë e tij do të bëj punën që i takon. Pra këtu kam parasysh institucionet e Komitetit Musliman, kam parasysh mediat, kam parasysh shoqërinë civile, kam parasysh strukturat përgjegjëse të shtetit, nëse këto do të bëjnë punën që i takon. Dhe gjithë secila prej tyre në frontin e vet, në korsinë e vet do të jetë vigjilente, mund të them që Shqipëria nuk rrezikohet nga diçka e tillë. Pra ne jemi të sigurt si vend. Nëse të gjithë secili prej nesh bën punën që i takon, unë mendoj që këtu nuk do të ndodhi një akt i tillë. Sepse edhe në botë kështu thuhet që strukturat përkatëse kanë bërë punën e tyre, po situata pastaj ka treguar që u ka shpëtuar nga duart. Unë them janë potencialet që ne tregojmë vigjilent dhe të kujdesshëm këtë aspekt. Ky është mesazh më i rëndësishëm. Mirë. Në fakt e lëm këtë pjesë, të shkojmë në një nga debatet që kohët e fundit zjen pasi deklaratet të kryeministrit të vendit të zotit Rama, pro apo kundër futjes të kulturës fetare në shkollat në Shqipëri. Unë do të thoja e para që ka një debat, unë do të thoja interesant. Jam gjithmonë i asaj ideje që dhe atë moto që e kam në jetën time, që dialogu dhe debati konstruktiv e çojnë shoqërinë përpara. Se shikoj disa njerëz që mërziten sepse dikush thotë që s'duhet fut lënda fetare nëpër shkolla, apo kjo pjesë kur shikon një pjesë tjetër që thotë duhet futet lënda fetare nëpër shkolla, e shikoj që marrin një lloj acarimi dhe pozicionohen sikur janë dy palë. Unë mendoj që një shoqëri moderne e kohës duhet ta pranojë diversitetin, se diversiteti është ajo që na dërgon përpara. Dhe qytetrimet janë ngritur jo nëpërmjet diktaturës dhe një mendimi, po janë ngritur nëpërmjet një konsensusi, një debati konstruktiv, një diversiteti mendimesh dhe del pastaj pa mendimi më i mirë. Ajo që do të thoja unë në këndvështrimin që e shikoj unë është që kultura fetare nëpër shkolla është domosdoshmëri. Argumenti që unë shtroj është sepse sot po ka pseudo musliman. Mund t'i gjesh kudo në rrjetet sociale, mund t'i gjesh në YouTube, mund t'i gjesh në Google, mund t'i gjesh kudo që marrin përsipër me ignorancën e tyre, ndoshta nganjëherë me hilen e tyre, ndoshta nganjëherë me intrigën e tyre që t'i shpjegojnë njerëzve Islamin, duke mos pasur asnjë lloj autoriteti.
Dhe futja e kulturës fetare nëpër shkolla, pra sqarimi i bazave të saj, kuptimi i parimeve të saj, kam gjithmonë parasysh paqen, kam gjithmonë parasysh dashurinë, kam gjithmonë parasysh të jesh një këndshëm familje, të jesh i sjellshëm me prindrit, ti respektosh atë, të jesh i edukuar me bashkëshorten, të edukosh fëmijët mirë për shoqërinë, që të jenë të mirë për familjen, për prindërit e tyre, po edhe të rrezatojnë për shoqërinë. Këto janë parime bazë që i ka feja islame dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Ne nuk po themi ta islamizojmë laicitetin në shkollë. Ne po themi që duke pasur, sepse disa njerëz kanë mbetur në vend me mentalitetin e tyre. Jo laiciteti, jo kjo. Dhe këto gjëra duhen pa gjithmonë këndvështrimin e kohës me sfidat që sjell koha. Qofse ky koncept i laicitetit ka qenë që feja nuk ngatrohet apo nuk përzihet me çështjet e shtetit apo të shkollës, unë jam dakord, por në sfidat që kanë ardhur sot, ne duhet të shikojmë që përballë një sfide duhet të gjesh edhe mënyrën se si të reagosh që ti mos kesh probleme të saj natyre. Do ishte shumë mirë që nxënësit të ballafaqohen me parime të bazë të feve qiellore dhe të feveve të mëdha. Tani, flitet që një plan pilot do të jetë përfutjen e këtyre e një kulture fetare në shkolla në klasë 6 dhe në vitin e parë në gjimnaz, në klasën e 10. Dhe ata që do ta japin këtë lëndë do të jenë ose mësuesit që japin lëndën e historisë, ose ata që japin lëndën e sociologjisë. Besoj që është brenda normale, sepse kjo lëndë do të konsultohet me komunitetet fetare. Pikërisht, për dhe lënda bazë që do të jetë konsultuar me islamin real dhe me komunitetet përgjegjëse muslimane dhe autoritetet muslimane në Shqipëri. Dhe ne do t'japim atë që është reale, do t'japim në këto tekste si sugjerim ato që janë parimet bazë dhe që janë të mira për shoqërinë, po dhe iluminojmë dhe sqarojmë të rinë tanë, nxënësit tanë se kush është islami real. Sa i mos ballafaqohet për shembull me Facebookun, me YouTubein, me Googlein, e hap atë dhe shikon mendime nga më të ndryshme. Gjëra nga më të çuditshme që nuk kanë lidhje me fenë islame, por janë për interesa politike, për interesa të tjera që s'kan lidhje me fenë. Kur ti ja ke sqaruar parimet bazë, dhe i ke sqaruar, nuk po themi gjithë Kurani të jetë në shkollë, ne po themi parimet bazë. Dhe është shumë e mirë që vetë mësuesit e shkollës, jo të shkojnë imam ose prefri. Kjo është ideja të paktën, që vetë mësuesit në atë konsul që kanë bërë me komunitetet përkatëse fetare, thjesht është një iluminim, thjesht është një kulturë plus që neve na shërben për brezat e të ardhmes, sepse nuk kemi ne asnjë lloj mundësie me 1001 halle që kemi si shqiptarët, kemi edhe problematikën e fesë. Neve fen duhet ta shikojmë si një gjë pozitive për shoqërinë, për aspektin social, për rregullimin e individit, për iluminimin e tij arsimor, shpirtëror. Kjo është feja. Dhe duhet i shikojmë njerëzit që janë fetar, njerëz që mundohen të jenë progresistë për veten e tyre dhe për shoqërinë. Nuk kemi ne asnjë lloj kohe, nuk do të shikojmë asnjë lloj minusi në 1001 probleme që kanë shqiptarët. Në të gjitha dimensionet, ne e dim se në çfarë shkallë jemi, të kemi edhe minusin dhe problematikën e fesë. Gjë e cila ne këtë duhet ta ndalojmë nga globalizmi që ndodh në vende të tjera, dhe unë gjithmonë jam i bindur që ndodh më shumë për interesa politike, për interesa ekonomike, se sa ndodh realisht për çështje fetare. Dhe duke e parë këtë këndvështrim, ne duhet marrim masat tona, gjithmonë e respektoj mendimin ndryshe, e respektoj diversitetin, sepse çdo kush është i lirë, Zoti i krijon njerëzit e lirë me mendjen e tyre, me mendimin e tyre, me shpirtin e tyre, me zemrën e tyre, me botkuptimin e tyre, me këndvështrimin e tyre, që secili ka drejtë, ato që thojnë nuk bën, ne i respektojmë mendimin e tyre. Unë po jap argumentin që ne duhet t'i iluminojmë dhe t'i sqarojmë dhe t'i japim kulturë nxënësve që ato mos ndikohen nga pseudo muslimanë apo nga njerëz që Zoti e di se kush janë, që duan të japin mendimet e tyre ekstreme në lidhje me fenë. Do t'ju bëj një pyetje tjetër. Në fakt Shqipëria njihet si një nga vendet me tolerancë fetare, si një nga vendet në botë që ka një tolerancë të jashtëzakonshme fetare. Ju si musliman, në kohën kur është një festë tjetër, le të themi kur janë festat e ortodoksëve ose festat ose ritet e bektashimve apo të një fe tjetër në Shqipëri, ndaleni vetëm tek pjesa e të thënit gëzuar një miku tuaj që është një fe tjetër, apo ndoshta mund të bëni edhe një drekë të vogël në shtëpi? Ka një moskuptim në këtë pjesë, ose ndoshta dikush don ta ezauroj më shumë se ç'duhet. Kuptohet që kur ka një festë kristiane, nuk është kusht që i musliman bëhet kristian në atë ditë. Pikërisht. As e kundërta e kësaj. Ajo që mund të shikohet në këto raste është që njerëzve i përgëzon, i mundson atyre ose i jep një urim që ato të jenë të lumtur në jetën e kësaj bote.
Dhe unë mendoj që nuk është kusht, sepse edhe toleranca fetare nuk duhet nënkuptuar si imponim që ti në ditë patjetër do të bësh rritet e kristianëve. Jo, të vlerësosh njëri tjetrit. Ti vlerëson patjetër, je shumë tolerant në atë aspekt. Nuk ka asnjë lloj problemi ti thuash gëzim paçi. Gjatë gjithë jetës lumturi, paçi në gjithë jetën tuaj, por nuk ka sepse ti e imponon e vën siklet një kristian që në ditë bëhet musliman të bëjë gjitha rritet që bëjnë muslimanët. Për shembull ti kërkosh një kristian të vi të fali Bajramin, apo në ditën e Bajramit të bëj patjetër drekës, nuk është e nevojshme. Siç edhe kur ka një festë po themi laike, patjetër ti të imponosh dikujt që të bëj patjetër atë që po bëjnë laikët apo po bën një ateist. E rëndësishme është që ti nuk e shan tjetrin, nuk e ofendon tjetrin, je tolerant dhe i thua një urim paçi gëzimi gjithmonë dhe lumturi siç e keni në ditën e festës tuaj. Nuk ka nevojë as ti thuash një personit festë tjetër, qoftë pastaj edhe laik, qoftë ateist, sepse ne nuk kemi vetëm fen kristiane, këtu kemi edhe njerëz që janë ateist apo të formateve të ndryshme. E rëndësishme është që mos të ketë përplasje për këto gjëra, shikohen me një tolerancë ashtu siç ne e kemi. Dhe nuk, për mendimin tim, nuk ka nevojë të egzagerohet dhe kjo pjesë. Toleranca nuk në kupton që ti të konformuash me çdo gjë që bën tjetri. Unë për vete jam ortodokse dhe nga familja ime jam mësuar që edhe kur është një festë e muslimanëve të bëjnë një ëmbëlsirë në shtëpi. Jo, të pastaj janë tradita, unë flas të formën e teologut. Ajo që unë shoh më të rëndësishme se sa kjo CNN ka pasur një emision përpara disa ditësh, është që Shqipëria, megjithëse ndoshta nga politika shpeshherë dhe egzagerohet, por ne si komunitet musliman po e shikojmë realisht, ndoshta ngaherë të shikojnë edhe si të egzageruar në këtë aspekt, por ne kemi mundësi realisht bëhemi model për shumë vende të botës. Dhe ne po e shikojmë me seriozitet, megjithëse për disa duket sikur është një lloj donkishantizmi, në sensin që kush është Shqipëria të bëhet model, po unë mendoj që sot në botë nuk ekziston një model i qartë. Por ama ne si shqiptarë edhe një mesazh shumë fort me parakalimin e 4 komuniteteve fetare. Dhe unë mendoj që ai ishte hapi i parë, ajo është vetëm klasa e parë, do thoja, e modelet që ne mund të krijojmë. Sinqerisht, nga që ka përzierje politike shumë në botë dhe është politika dhe politikat e gabuara dhe interesat ekonomike ato që nuk e lejnë që fetë e mëdha të kenë harmonizimin dhe të kenë tolerancën, të kenë mirëkuptimin, të kenë botkuptimin e tyre që ta çojnë botën përpara. Unë them që Shqipëria mundet krijojë një, megjithëse një shtet i vogël, po mundet të krijojë një model të qartë, të bazuar nga komunitetet fetare mbi argumente të shëndosha fetare, jo thjesht të dëshirojmë ne, po ka argumente të shëndosha fetare, kuranore, esenciale që e krijojnë këtë model të mrekullueshëm, sepse bota sot po ka problematikat e veta, ka luftrat e veta, ka disa problematika të ndryshme dhe neve mund të japim një model të mirë për çdo thot harmoni fetare, çdo thot që ti ta shikosh një person të fesë tjetër me syrin e një qytetari i cili patjetër mund të jetë i ndershëm, mund të jetë i dobishëm, mund të jetë progresist, dhe ne po hartojmë një platformë e cila shpresoj që të rizatojë diçka të mirë, kuptohet duke e praktikuar për vendin tonë, pse jo, dhe bëjmë modele edhe për diçka më gjërë. Mirë, le të shpresojmë. Tani, do t'ju bëjmë disa pyetje të tjera, që ta bëjmë bisedën pak më ndryshe, të dalim nga këto linjat e një serioziteti. Kur e keni lexuar Kuranin për herë të parë? Kuranin për herë të parë ka qenë shumë herët, më kujtohet, të qenë mosha 11-12 vjeç. Dhe sa pa të filluar në fakt disa libra fetar të hynë, dhe është e çuditshme, ndoshta unë them është, jo them unë, po ashtu e kam bindjen që ishte dëshira e Zotit madh, sepse në atë moshë, ndoshta kisha shkuar 12-13 vjeç, në atë moshë ndoshta ti nuk mund të kuptosh shumë. Por sinqerisht, Kurani në atë moshë mua për Zotin e them këtë, më vinte si një mjalt i cili hynte në qendrën time. Këtë e them sinqerisht, unë nuk është se kam pas një traditë familjare dhe Kurani më ka kënaqur shumë. Dhe gjëja për shembull na kujtoi tani në atë moshën delikate që e lexova në Kur'an që ka botë tjetër. Por në të njëjtën kohë ty thoshte që bota tjetër është, po njerëzit të shpërblehen sipas asaj që kanë vepruar. Kurse unë nga që se kuptoja shumë. Që problemi juve? Jo, kjo është pastaj. Po, ajo që më bënte interesant ishte që thoja s'ka problem. Domthon pas ka përjetësi, kjo është e rëndësishme, po se dënohesh se shpërbler, s'ka problem. Kurse në këtë këndvështrim sot patjetër që ne shpresojmë kur të shkojmë tu thojmë ke Zoti jon që neve të marrim mirësitë e tij dhe jo të marrim dënimin e tij,
sepse mendoj që po përpiqemi që në tokë të jemi të dobishëm, të jemi njerëz që këtë mundësi që ai na lan tokë ta shohim pozitivisht. Ja, rrim pak këtu. Zotinati, çfarë do të thotë muslimani i devotshëm? Muslimani i devotshëm do të thotë të krijosh raport të drejtë me Zotin dhe me krijesat e tij. A i falen të një mëkat një muslimani të devotshëm? Patjetër që po. Çdo njeri mbi tokë është mëkatar, më i miri është ai që pendohet. Ju keni bërë mëkate? Patjetër. Nuk ka diskutim që çdo njeri është pjesë e mëkatit. Pastaj për mos tu bë i lodhshëm ndahen mëkatet e mëdha, ndahen mëkatet e vogla. Çdo njeri është i predispozuar të jetë pjesë, domethënë mëkati i vogël quhet edhe që ti mund të thush një fjalë fyesi për dikon në nxitim e sipër. Kurse mëkatet e mëdha, siç është vrasja, siç janë shumë mëkatet që klasifikohen të kësaj grade, shpresoj që mos të jenë bërë pjesë e saj. Shpresoj që i madhi Zot dhe gjithmonë ruajmë që mos të bëhen pjesë e mëkateve të mëdha. Tek e vogla nuk shpëton askush. Mirë. Tani, për të pasur profilin që ju keni, nga çfarë ju është dashur që të hiqni dorë? Ose të ta thjeshtoj pak më tepër, puna që ju bëni dhe të qenurit në këtë status, çfarë ju pengon dhe çfarë ju lë mangut? Gjëja e parë që unë shikoj në prizmin e besimit më shumë, pastaj është tjetër gjë çështja e statusit apo e misionit. Unë do të thoja që ose e mirëkuptova pyetjen tuaj, domethënë gjëja që unë shikoj që është besimi, qofse unë sot jam këtu ku jam, me parametrat që unë shikoj që i kam pasur. Pra do të thojë ideal qyteti me një performancë saktuare me radhë, unë do të isha komplet tjetër sot. Domethënë një gjë të bukur që ka feja është që ruan njeriu nga vleset dhe i mundson atij me një forcë të jashtëzakonshme që të jetë pjesë e virtytit, të jetë pjesë e leximit, të jetë pjesë e studimit, të jetë pjesë e moralit, të jetë pjesë e kuptimit, të jetë pjesë e mençurisë, të jetë pjesë e vizionit. Dhe gjitha këto dhurata i kam për fesë time. Unë për shembull kam pas shok, kam pas kolegë në atë kohë që më kujtohet ku kam qenë i vogël dhe nuk i shikoj ata në të njëjtin standard. Sepse nga një herë ne jetojmë në një kohë që vesi është një pengesë e madhe. Dhe nëse të kaplon, po themi një bixhos, të kaplon alkooli për shembull, se të kaplojnë këto veset e mëdha, ti nuk mund të ecësh dot në jetë, sepse këto të bëhen pengesa çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit. Dhe për këtë është një dhuratë e madhe që unë arrita të kem besimin në një moshë shumë të re dhe nuk i kam njohur këto veset që janë shkatruese. Dhe këto më kanë mundësuar që të jem këtu ku jam. Unë nuk kam lënë asgjë nga kjo botë përveç se asaj që është e keqe. Tjera të çfarë janë mira, unë i kam shijuar. Shiko, se në fakt njohim edhe njerëz që u thon vetes besimtar dhe konsumojnë alkool ose shkojnë pinë raki, siç thuhet në gjuhën popullore. Jo, konsumojnë alkool, po s'ka gjë më i mbajt aq shumë pinë. Kështu që nuk mohohet kjo, por që nuk është se një njeri që konsumon alkoolin apo bën vepra saj natyre del nga besimi i tij islam. Kuptohet, ajo konsiderohet një mëkat i madh, sepse Zoti dha dhuratë mendje dhe ti e shkatron me duart e tuaja, por që gjithmonë dera e kërkimit faljes, e përmirësimit, e progresit është e hapur, kështu që çdo kush prej nesh që mund të bijë në botën e një mëkati të madh, do të thoja, siç është alkooli, që është quajtur nëna e gjithë këqijave, sepse nëse njeriu heq mendjen e tij mund të bëjë çdo gjë pastaj, gjithmonë ka mundësi, nuk e mohoj pra që ka musliman që bëjnë vepra nga më të ndryshme, sepse njerëz fundit janë dhe ato, dhe në shoqërinë tonë të nxisin këto gjëra shumë, se janë të hapura gjithandej, por që gjithmonë dera e pendimit, e kërkimit faljes, e përmirësimit është e hapur dhe Zoti na udhëzoft tek më e mira gjithë. Të shpresoj. Mirë, do të bëj tani një pyetje në fakt që është shumë ngacmuese. Si e shikon një musliman pjesën e tradhtisë? Tradhtia bashkëshortore. Katastrofë. Katastrofë. Pse do të? Jo vetëm besimtarët e mendojnë, po edhe ata që nuk besojnë shumë. Ideja është këtu, që nuk heqin dot dorë. Kam pas një status në Facebook i cili pati një impakt shumë të madh dhe unë thash shkurtimisht. Është një njeri i cili për ju është larguar nga dashuria e nënës, nga ngrohtësia e babait, nga përkëdheljet e motrës, nga afrimiteti i vllait. Kjo është bashkëshortja juaj. Një bashkëshort i vërtetë është ai që i jep dashurinë e nënës, përkrahjen e babait, përkëdheljet e motrës dhe mirësinë e vllait. Tani vajza është e përkëdhelur në familjen e saj. Dhe bën një sakrificë të madhe që është pjesë e jetës dhe martohet me bashkëshortin e saj. Dhe i lën gjitha këto. Unë kërkoj maksimumin, unë nuk kërkoj katastrofën.
kërkoj që t'i japi dashurinë që i ka dhënë nëna, për krahin që i ka dhënë babai, ke parasysh është një vajzë ti edhe rritet. Tani të gjitha këto i lasë u martua me bashort, jo me karafil, i cili e tradhton. Dhe do t'ja japi këto, jo të mendoj për gjë tjetër. Më mirë nëse nuk funksionon, ka divorc, po është e ndershme se dihet, se sa siç është bërë sot që kanë një bashortë edhe 9 dashur. 9. Tani mund të ketë dhe më shumë, po ato që dëgjojmë, po ashtu është realisht, për shumë arsye, këto kanë shpjegimet e veta, po nuk është vendi këtu që ne t'i shpjegojmë, por që tradhtia është një gjë shumë e rëndë, sepse shkatron, është e dyanshme, nuk është vetëm tek bashortët, është e dyanshme dhe është një gjë e cila një tradhti e madhe e cila i bëhet personit që ti ke dhënë fjalën që do të martohesh. Më e ndershme, siç e thash, është që kalon divorc se nuk mund të funksionojë, se ti mendove në fillim se funksionon, po që nuk i thon bashortës që ti je femra ideale e jetës time dhe pastaj dhuratat i çon nga e dashura, kjo nuk është gjë e mirë. Mirë, se po të hym këti muhabeti. Është pafund, edhe unë shpesh e trajtoj në ligjërata që duhet jemi të kujdesshëm tek këto pjesë dhe duhet mendojmë sikur na e bën neve. Domethënë, personi që don ta veprojë gjë të tillë, mendoj sikur po ja bën bashortja e tij ose e kundërta asaj. Mirë, në fakt do ta lëm bisedën këtu, unë mendoj që të shikojmë diçka tjetër. Të bëjmë një shëtitje të vogël në vendin ku ndodhemi, në komunitetin musliman dhe të shkojmë pastaj tek xhamia e tabakëve. Faleminderit. Mirë, kështu që të shikojmë të tjera gjëra interesante vetëm pas pak. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Dhabihullah, Alam Ali Khalqillah, La ilaha illallah, ونوح مع أهله واستوت على الجود ما كان يقوله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر Në fakt të ndoqëm në një prej ritualeve të faljes. Apo jo? Çfarë thatë? Cilat janë fjalët që thuhen? Falja është një kombinim midis lëvizjeve, një përulje ndaj Zotit tonë dashur, një lloj falënderimi dhe kombinohet me fjalët që thuhen. Fjalët janë të surës më të famshme të Kuranit, e cila është falënderimet i takojnë Zotit të gjithësisë, të gjithë mëshirshit, mëshirëplotit, sunduesit në ditën e llogarisë. Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët ti begatove më të mira, dhe jo në rrugën e atyre të cilët kanë devijuar nga e vërteta, dhe ti u hidhrove me to. Kjo është boshti i fjalëve që thuhen gjatë faljes namazit. Në fakt, në një respekti për komunitetin musliman, jemi përshtatur edhe me pjesën e veshjes, kështu ndodh në gjithë botën në fakt, kur futesh në një xhami. Në fakt, Elvis, sa herë është riti faljes në ditë? Maksimalja asaj që kërkohet është që çdo musliman duhet falet 5 herë në ditë. Dhe bëhet fjalë për një falje e cila zgjat rreth 5 minuta. Dhe 5 herë, nga 5 minuta e 25 minuta, pra do thot Zoti kërkon aq minuta sa është një telenovel. Nuk kërkon sa është një ndeshje sporti, sa është shumë. Domethënë, çdo njeri që ka dëshirë 5 herë të falet në ditë, kuptohet është një motor për shpirtin, që njeriu të jetë më optimist për jetën, të jetë më i lumtur dhe të jetë më afër njerëzve, sepse nëse falja ndikon në largimin e stresit dhe në anën shpirtërore të mirë të njeriu, atëherë patjetër që do të jetë i dobishëm edhe për ditët e vazhdimit. Në fakt, unë po lexoj një fjali nga Kurani, që është shumë interesante dhe që vlen në fakt shumë, sidomos për ditët e sotme, për shoqërinë moderne që ka kaq shumë probleme. Thot, kush vret një njeri, thuaj se ka vrarë gjithë botën. Kush i jep jetë një njeriu, thuaj se i ka dhënë jetë gjithë botës. Po, është mëse e vërtet, kjo gjë ndodh në Kuranin famlar, siç edhe ne po e lexojmë.
Dhe e vërteta e Islamit edhe e Kuranit famlart është kjo që ne sapo lexuam. Që do të thotë që 2/3 e fesë islame janë gjithmonë që ne të jemi në afër njerëzve, në përkrahjet njerëzve, kur kemi mundësi me një fjalë të mirë, kur kemi mundësi me një vepër të mirë, ose kur nuk kemi mundësi këto të dyja të paktën mos t'i bëjmë askujt keq. Prandaj dhe thotë kush e vret një njeri sikur ka vrarë gjithë botën. Dhe kush i jep një njeriu sikur i dha gjatë gjithë njerëzve i dha jetë, i dha motiv dhe i dha mirësi. Kjo është e qarta, në cilën neve na fton Zoti që të gjithë, dhe pastaj atë që bëjnë disa do të thoja pseudo musliman janë e para në kundërshtim me librin e shenjtë Kur'anit. Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë. Ai s'ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe atij askush nuk i është i barabartë. Kjo është një sure e veçantë e Kuranit famlar, përbëhet nga pak ajete, por kuptimi i saj është jashtëzakonisht i madh. Dhe biles është quajtur 1/3 e Kuranit famlar. Ai Zoti është një, të gjithë kanë nevojë për të dhe ai nuk ka nevojë për askënd. Dhe kjo është interesante ajo që kemi ne njerëzit. Neve kemi nevojë për Zotin dhe jo Zoti nevojë për ne. As nuk ka lindur, as nuk është i lindur, dhe atij askush nuk është i barabartë. Është një sure që do t'ja sugjeroja çdo musliman dhe muslimane që ta mësojnë, sepse në të ka kuptime të mëdha dhe ajo shërben për shumë çështje. Tani e kuptoj se regjisorja e emisionit Matilda ua kërkoi që në fillim të emisionit. Patjetër. Edhe në gjuhën arabe, edhe në shqip, siç e tham tani. Naçi, në fakt t'ju pyes, një grua e devotshme muslimane duhet patjetër të mbulohet? Është një nga rregullat që kërkon Zoti. Nuk mund ta ndajmë më shumë devotshme apo jo, ajo mund t'i zbatojë gjithë të tjerat, por që kur ajo e kupton dhe kur ajo dëshiron që ta vendosë shamin është një gjë shumë e mirë. Sepse shumë njerëz pyesin kush është kuptimi i saj, kush është esenca e vendosjes së shamis. E gjithë çështja e vendosjes së shamis është një sakrificë që e bën femra për të ruajtur një kontur dhe një bamirësi ndaj meshkujt. Që do të thotë që femra duhet të jetë e hijshme, por jo ta teprojë në joshje. Kjo është ajo që është kuptimi esencial i shamis. Dhe një nga gjërat e tjera është që një femër e cila vendos shamin, presupozon, gjitha femrat që ka kriju Zoti janë nderuara, po themi një femër që vendos shamin, si jep shenjë ajeti i Kuranit, krijon një psikologji ke meshkujt që ajo është një femër e cila don seriozitetin dhe vlerësohet si femër dhe jo si një objekt pasion. Do t'ju bëj një pyetje tani, nuk e di sa do të më mirëprisni dhe sa e saktë do të jem. Duke kërkuar edhe mirëkuptimin e bashkëshortes tuaj, sigurisht, e thash për parantezë, ju do të ishit martuar me një femër të një besimi tjetër fetar? Në fenë islame nuk përbën problem. Ju pyeta juve personalisht. Qofse nuk do të isha i martuar dhe do të ishte një femër e cila do të kishte integritetin që unë do të kërkoja, nuk përbën pengesë, ajo i përket një feje tjetër, qoftë kristiane, qoftë izraelite. Do t'i kishte kërkuar pastaj të ndryshonte fenë? Jo, po kuptimi. Kjo është kuptimi, sepse qoftë ajo do të kthente muslimane, ajo ishte prapë në startin e saj, por lejohet dhe është brenda kuptimit islam që ajo martohet me një musliman, vazhdon rritet e saj, vazhdon fenë e saj dhe patjetër që një çift i cili është i ndërtuar, qoftë muslimani dhe muslimania dhe kristiane që mund të martohen, nëse janë njerëz të ndërtuar, kanë kulturën e dur, kanë sjelljen e dur, kanë vështrimin e dur për jetën, ato mund të jetojnë bashkë në mënyrë të lumtur. Elvis, cila grup mosh vjen në xhami? Kush vjen në xhami për falje? Në fakt në xhami vijnë të gjitha grup moshat, por dominon mosha e re. Mund të thonë mosha më dominante është nga 18 deri në moshën 30. Ka edhe të rinj. Shumica, 80%, për shembull ditën e premte që vijnë afërsisht 2000 besimtarë, 90% e tyre janë të rinj. Ka meshkuj apo femra më shumë? Edhe djemë dhe vajza. Biles ne i kemi vënë një theks të veçantë trajtimit të temave për të rit. Gjithmonë mundohemi që të japim atyre orientimet e duhura për të ardhmen e tyre, kam parasysh arsimin, kam parasysh virtytin, kam parasysh sjelljen, kam parasysh moralin. Dhe jam kënaqur shumë kur mora një mesazh para pak ditëve, një djalë i ri më thoshte që sa kam filluar të vi në xhami, kam mësuar gjëra shumë të mira. E para për besimin ke Zoti, por thoshte jam bërë më i mirë në respektimin ndaj prindërve, jam bërë më i mirë me shokët dhe me shoqet në shkollë, jam angazhuar më shumë për studimin dhe për leximin dhe jam larguar nga disa gjëra të kota që ishin bërë rutinë në jetën tonë si nxënës apo si student
Dhe tani e ndjej veten shumë më mirë dhe diçka të madhe thotë që e mësova në xhami, mësova që njeriu nuk do të mashtrojë shoqërinë, por do të jetë gjithmonë afër tyre. Çfarë po lexon tani? Ajetin në Kur'an që thotë nga argumentet e Zotit është që ju krijoi juve meshkuj dhe femra. Dhe krijoi midis bashkëshorteve dashuri, tolerancë dhe mëshirë. Pse flet Kurani për dashurinë? Kurani flet shumë për dashurinë. Flet e para për dashurinë ndaj Zotit, dashurinë për profetin e tij dhe njerëzit e mirë, dhe ka një theks të veçantë për dashurinë në familje. Dashurinë për babain dhe nënën, kurse në rastin që ne po lexojmë është dashuria midis bashkëshortit dhe bashkëshortes. Me si çifti. Me si çifti dhe ne e përmendëm më përpara që tradhtia sot është bërë modë. Sepse mungon dashuria e cila është thyer në urrëti. Mungon toleranca dhe mëshira e cila në mënyrë graduale të çon tek tradhtia. Profeti Muhammed ka thënë më i miri ndër ju si musliman dhe muslimane, ose më i miri ndër ju si besimtar është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij. Dhe dashuria, respekti reciprok në një familje është një gjë e jashtëzakonshme, gjë e cila feja e kërkon shumë dhe roli i madh i femrës në familje është diçka shumë e bukur dhe do të përmendë një postim që e kam bërë ku thoja që për të ndërtuar një shtëpi duan shumë meshkuj. Për ta kthyer atë në një folet dashurie duhet vetëm një femër e madhe. Po mirë, po pse muslimanëve u lejohet që të marrin deri në 4 gra? Po ajo është në raste shumë specifike. Domethënë parimi, në raste për shembull luftrash, në raste kur bashkëshortja mund të ketë një smundje të pashorueshme. Dhe nëse nuk do të ishte e lejuar me shumë gra, i bën që atë që është në hall të madh që pas bashkëshorte për shumë kohë, edhe një është e smuar, mund të jetë paralizuar, ti i bën që ta hedhësh atë për të marrë tjetër. Toleranca ligjore në këtë rast është për raste specifike kur krijohen rrethanat. Për shembull në luftën e dytë botërore, kur vdiqën shumë meshkuj në Gjermani, u lejuar poligamia, martesa me shumë gra. Se vdiqën me miliona meshkuj. Pa krijohen situata duke qenë sepse Kurani është libër ligjor, lën hapësira. Lën hapësira për situata të ndryshme që njeriu të ketë një hapësirë më të madhe për të krijuar një relatë të paqshme dhe komode sociale. Kuptoj. Mirë. Mua në fakt më dha një satisfaksion shumë të veçantë e gjithë pjesa që bëm këtu brenda. Dua tani që të largohemi, të shkojmë diku tjetër, t'ju shohim juve pak më ndryshe nga pjesa e festë, t'ju shohim me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, ju keni 3 fëmijë apo jo? 2 djemë dhe një vajzë, sepse në fillimin e emisionit po më thonit shqyr, Zoti më bekoi dhe me një vajzë. Kështu që do shkojmë të shikojmë edhe familjen tuaj të bukur. Faleminderit. Mirë, vetëm pas pak. Firdeus, sa vjeç je ti? Unë 10 vjeç. 10 vjeç. Mirë, do të pyes ton. I kem mbushur, me dhe 100. Shiko, do të pyes pak. Do bëj një pyetje duke pak si pyetje naive, po. Çfarë besimi fetar ke ti? Unë besoj Islamin. E kam marrë nga prindrit e mi. Nga prindrit, nga babi, edhe nga mami, se janë të dy besimtarë. Po, patjetër. Mirë, tani, unë preferova që këtë pjesë të emisionit ta nisim bashkë. Në rregull? Do të na prezantosh ti familjen? Po. Kush janë fëmijët e familjes? Unë kam vllajën tim e nenin, babain, mamin dhe një motër të vogël. Si ka emrin motra e vogël? Asja. I jeni të lumtur ju që keni një motër? Shumë. Mirë, kush e mban motrën më shumë? Kush kujdeset më shumë për motrën? Të dy bashkë. Të dy bashkë kujdesim. E doni shumë, sigurisht. Patjetër. Mirë. Elvis, kjo është familja jote e bukur. Një familje e plot, një familje në fakt që duket sikur buzëqesh që në momentin e parë që e shikon, ke 2 djemë të mrekullueshëm, edhe një stil të veçantë të flokëve në fakt. Është edhe Fatma, bashkëshortja juaj. Fatma, faleminderit shumë që u bët edhe ju pjesë e formatit tonë. Faleminderit juve. Mirë. Në fakt munduar që t'ju bëj juve një pyetje. Çfarë do të thotë të jetosh në një familje muslimane që ka rregullat e veta, që për njerëzit që e shikojnë nga jashtë duket ndonjëherë gati e vështirë për të mos dalë ndonjëherë jashtë normave. Se ka ca njerëz jashtë që thonë rregullat dhe tabut janë për të thyer. Atëherë, unë këtë që do them e kam eksperiencë, domethënë unë kam vite që jetoj në Islam, jam rritur, kam lindur në sakt, kam prindrit e mi që më kanë edukuar, më kanë futur në këtë rrugë. Edhe me eksperiencë them që ashtu sikur isha në shkollë, ashtu dhe kjo sfidë
shumë e vështirë që është sot, që është edukimi i fëmijëve, Islami t'jep një dorë jashtëzakonisht shumë të madhe, t'jep një suport jashtëzakonisht shumë të madh, dhe të jetosh me Islamin dhe të zbatosh rregullat e Islamit do të thotë që të kesh një rrugë dhe një manual në cilën të jesen e sigurt. Elvis, është kështu. Do të më tregoni pak, nëse sigurisht që të dy do të dëshironi që të ndani një fragment nga pjesa e njohjes tuaj. Se tani gjithmonë të dalurat e tua për mediat kanë qenë vetëm për çështje bestimi, për çështje fetare, për çështje që kanë bërë buj në fakt. Po do të njohim edhe pak shumë civil, siç themi ne jashtë. Unë kam pas të shkruar diçka që nuk shëputem dot nga mediat për faktin se njohja me Fatmën ka qenë nëpërmjet medias. Më thonë, unë në atë kohë isha drejtuesi i xhamisë së Tabakëve dhe dilja në disa emisione. Dhe Fatma njohjen e parë me mua e ka pas nëpërmjet televizionit. Kuptohet, unë pastaj e njihja nëpërmjet disa miqve. Shkëmbenim një respekt reciprok për njëri tjetrin. Dhe pastaj në mënyrë graduale ne krijuam njohjen. Pastaj pam që duke qenë dhe besimi në mes, duke qenë dhe disa parametra të tjera. Se këtu do të dalë pak, është ndryshe një propozim i tillë, një propozim i një besimtari të devotshëm? Po, se që është pak ndryshe nga ka dhjetë sot është. Ndoshta fjala, patjetër, po ndoshta fjala propozim merr këndvështrime dhe bot kuptime të ndryshme, po ka një rrugë normale, natyrale. Domethënë, është edhe ajo pjesa që ti përveç bisedës që shkëmben dhe përveç cilësive të mira që ti shikon, normal do të marrësh një informacion, një opinion për vajzën dhe për familjen e saj dhe përgjithsisht, dhe pastaj ti den konkluzionin që me lejen e Zotit, me Zotin para, të ndërtosh një folet madhe që quhet familja. Pastaj kur gjërat shkojnë mbar, shkojnë mirë dhe Zoti. Se dole diku në një pjesë që është shumë interesante, kanë humbur këto traditat sot ku familja e djalit shkon thirr për familjen e vajzës. Po ndoshta jo se ka humbur plotësisht, po unë mendoj që kur njeriu mendon për diçka kaq serioze, saç është martesa, patjetër duhet të pyesi mirë dhe duhet sqarohet mirë, sepse ndoshta edhe shumë divorce që ndodhin sot kanë pak problematikën e asaj që gjërat nuk merren me shumë pjekuri, nuk merren seriozisht dhe ndoshta pastaj mund të kalojë ke përthyrja e divorcit. Ne jemi munduar maksimalisht që t'i bëjmë të gjitha shkaqet që të ndërtojmë një familje të shëndosh. Unë i mbetëm asaj që familja është bërthama shoqërisë. Dhe sa më e lumtur që jeta është sa ka problemet e veta, kështu që shpresojmë që kemi bërë një rrugë goxha pozitive dhe të mirë. Në familjen tuaj kush ai rregullatori, ai që shuan në një kontradikt ose në një mosmarrëveshje më të vogël, qoftë edhe sado e vogël që mund të jetë. Flasi Fatma? Kam përshtypjen. Tash që po bëj ti këtë pyetje, diçka më erdhi në mend. Po thuaj. Në qoftë se do e përkufizoja me këto termat shtetëror, domethënë, në familjen tonë, unë jam ministre e brendshme dhe kryeministre, kurse Elvisi është ministri i jashtëm dhe presidenti. Kështu që roli që ka ai, sigurisht është vendimtar, po është ai që e sill vërdalla, jeni ju dhe ministri, kështu që sepse duke qenë që unë me thënë drejtën jam përkushtuar shumë dhe jam një nën full time me fëmijët, kam dashur vetë, pavarësisht se kam përfunduar fakultetin, kam dashur vetë që mos të punoj. Këtë mirësi ma ka siguruar edhe Elvisi, sigurisht që ai plotson anën tonë financiare, dhe unë kam dashur që fëmijët që kam lindur të rrisë dhe të shijojnë maksimum. Sigurisht ti injektoj edhe atë edukatën fetare, edukatën fetare, jo e thonë fetare që të mësojnë Kuranin e këto, po që edukatën fetare në mënyrë që nesër pas nesër mos të ketë një individ me devianca. Do të doja që njëri nga djemë të ndiqte rrugën tënde. Do të besimit pa diskutim, po pastaj të statusit, unë kam gjithmonë idenë që duhet parë dhuntit që ka fëmija, dhe në bazë të asaj pastaj do të bëhet dakord për diçka. I shikoj që pakën deri tani janë zellshëm për kërkimin e diturisë, dhe unë i kam thënë që dituria është momenti më i rëndësishëm që mund të arrijë njeriu, dhe në moshën e këtyre ajo mund të përthithet maksimalisht. Për të ardhur keq që shkolla sot nuk po e jep diturinë që duhet për shkak të disa problematikave që krijojnë, dhe jo shumë po mësojnë nxënësit sot, dhe unë parimin kryesor që i them gjithmonë fëmijëve, shpeshherë kam si shok ato, dal konsumoj kafe me to, luaj me top me to, dhe ndoshta jam bërë si shok, dhe gjithmonë i them dituria përpara, sjellja e mirë. Binës më kanë kënaqur një herë kur kanë shkuar në shkollë për herë parë të dy djem, i kam dhënë dy porosi. I kam thënë e para të dilni nga më të mirët
në klasë dhe në shkollë, por nuk do t'ju vlejmë nëse nuk do t'jeni dhe të sjellshëm dhe të edukuar. Dhe për t'i provuar mbas disa kohësh i pyetja, çfarë ju ka thënë babai për kur keni shkuar ditën e parë të shkollës, dhe jam kënaq kur ato e kishin rënjosur mirë dhe e kishin të qartë se çfarë i kisha këshilluar unë dhe sugjeruar. Kjo është diçka shumë e bukur dhe shumë e mirë. Pastaj duke parë mundësitë e tyre, do implementohet edhe jeta e tyre. Ja të pyesim pak, Firdeus, çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Ose do ndjek rrugën e bakit, ose unë kam dëshirë edhe për shkencat. Çfarë është shkenca? Po, fizika këto vështira që kam, më pëlqen mjekësia këto kështu, më pëlqen shkencat. Do bësh doktor? Po, unë të bëjmë doktor, më pëlqen shumë shkencat për ne. Visita do na i bësh palet pas shumë vitesh? Ë? Do më bash punë? Po. Mirë, po bukuroshi tjetër, si e ka emrin, tregoj pak për kamerën, të lutem. Unë quhem Imen. Imen. E diti si që të thotë emri jot? I Bekaqën. I Bekaqën, prandaj të pyeta unë. Mirë, më thuaj pak çfarë ke qejf të bësh kur të rritesh? Unë do të bëjmë arkeolog. Arkeolog, po pse? Nga të ka lindur kjo dëshirë për arkeologjinë? Shoh në televizor dokumentar ndonjëherë. Ti je më i turp shumë më duket. Është pak më i turp, se është edhe pak më i vogël. Mirë, më thoni pak tani kush e mban telekomandën në shtëpi? Kur ka qenë para se të vishin fëmijët, ndoshta më shumë i takon dhe Fatmës. Sa kanë ardhur djemt, ne kemi pak shanse për pultin e televizorit. Ziheni në shtëpi ju me njëri tjetrin? Rrallë për një çështje. Jo, unë mërzitem ndonjëherë sepse vi dhe nuk e gjej pultin aty ku duhet dhe e kërkojmë pastaj gjithë derisa e gjejmë. Po më thoni pak flokut kush u ka stiluar kështu se është një model shumë trendy dhe shumë i bukur. Jo, ne kështu i bëjmë vetë, po mami na ka thënë si stil ta përdorim. Mami, Po, si stil, përse kështu i bëjmë vetë. o papa. Se mund ta bësh model? Apo ti dihet? Nuk e di. Po që do bëhet model është e sigurt, po model për çfarë? Model për çfarë pra brenda jemi tek polisemantika e kësaj fjale. Mirë, më thoni pak fundjavat si kaloni? Zakonisht ne lëvizim. Zakonisht kur është kohë e mirë që është klima e përshtatshme, ne shkojmë ndoshta nga Durrësi më shumë. Për shijuar ato rrezet e diellit të mrekullueshme që i ka Shqipëria. Edhe biles shpeshherë unë mundohem, siç edhe feja na mëson që të jemi të afërt me familjen dhe ndoshta vetëm fundjavë, po 3-4 herë në javë unë mundohem që ta nxjerr familjen. Kuptohet jo gjithmonë në Durrës, por në vende ndryshme argëtuese, sepse normal fëmijët janë akoma të vegjël dhe kanë nevojë si për prindin patjetër. Asnjëherë nuk kam lejuar që puna të jetë më e tepruar se sa të hyn hak familjes. Dhe në fundjavë zakonisht shkojmë në Durrës, kurse gjatë ditëve të javës shkojmë nëpër vende të ndryshme argëtuese. Sepse unë mendoj që fëmijët e kanë shumë të nevojshme që prindin ta kenë afër dhe vend të argëtuese, sepse mosha e tyre është delikate dhe e tillë. Në fakt, ne kemi shkuar në fund, pothuajse në fund të programit. Unë dua të falenderoj shumë që u bët pjesë e formatit tim, që u bët pjesë e Adam, dhe kam diçka tjetër në fakt në fund fare. Duke qenë se opinioni në Shqipëri ditët e fundit është ngritur nga shumë ngjarje, le të themi dhuna brenda familjes, dhuna ndaj fëmijëve, një dhunë në fakt që ka shkuar deri në vrasje dhe keq trajtim ndaj grave, nga një familje muslimane, nga Fatma dhe nga ju, unë do doja që secili për të dhënë një mesazh shumë të fortë, adresuar sidomos burrave, meshkujve, sepse janë ata në fakt që janë bërë krijuesit e problemeve të ditëve të fundit. Unë do doja ta përsëris edhe një herë, se ne e cekëm pak më përpara që bashkëshortja në këndvështrimin tim duhet parë në këtë mënyrë. Ajo femra, duke qenë në prisht, është rritur në familjen e saj me dashurinë e nënës, me përgëdheljet e babait, me ngrohtësinë e motrës dhe me afrimitetin e vllait. Në kohën që e shkon në familjen e bashkëshortit, në kohën që e martohet, largohet nga kjo fortifikate madhe të atyre që i përmend. Dhe nëse ne e quajmë vetëm bashkëshort, askush nuk na ka martuar me zor. Pra kur martohet njeriu duhet të jetë i mençëm dhe serioz, dhe neve duhet t'i japim bashkëshorteve tona jo atë që ne shikojmë që është për të ardhur keq, por duhet t'i japim dashurinë, siç ja jepte nëna, duhet t'i japim përgëdheljet dhe afrimitetin, siç ja jepte babai, ngrohtësinë si motra dhe atë mirësinë që i jepte vllai. Dhe unë mendoj që ky është bashkëshorti i vërtetë. Dhe në qoftë se do implementohet kjo, unë mendoj që foleja dhe streha e madhe familjare që quhet familja, unë mendoj që do të rrezatojë të mirën për shoqërinë dhe bëj një apel të madh për bashkëshortët, për meshkujt që në qoftë se ato do të jenë njerëz të kulturuar, të sjellshëm dhe të durueshëm,
sepse familja nuk është diçka e lehtë. Do në investim që atë të formohet. Femra nuk është një robot, është njeri, do t'i kuptosh ndjenjat e saj, do t'i kuptosh këndvështrimin e saj, natyrën cilën e krijoi Zoti. Kuptohet një familje nuk përbëhet nga engjëj, përbëhet nga njerëz. Dhe duke e parë këndvështrim, patjetër që duhet të mundohemi maksimalisht që atë mos ta përthyejmë, po ta lejmë ashtu elastike dhe të bukur siç është. Sakrificat duhet të jenë të dyanshme, por bashkëshortët nuk duhet të mendojnë goditjen, por duhet të mendojnë mirësinë, dashurinë, siç thotë dhe Kurani, krijoi midis çiftit dashuri edhe mëshirë. Fatma, mendoj që sfida kryesore sot për sa i përket femrave është edukimi i fëmijëve. Nëse ne do edukojmë një fëmijë dhe të përkushtojmë atij maksimalisht, në nesër me atij vendi, asaj familje dhe asaj shoqërie do të jetë e sigurt. Nëse ne pretendojmë që rrisim një fëmijë dhe nuk merremi me atë fëmijë, japim në përduar gjërat fundit teknologjisë dhe mendojmë që me këtë kemi arritur ta bëjmë të lumtur, atëherë nesër pas nesër ai fëmijë do na kthehet në të njëjtën monedë. Domethënë, ajo që ne i korrespondojmë sot fëmijës do na kthehet në një të nesërme. Një të nesërme nëse fëmijët tanë do të jenë të edukuar, nuk do ketë më nëna apo baballar në Brazil, nuk do ketë më fëmijë që në moshën 18 vjeç kërkojnë një pavarësi dhe nuk shohin më familjet dhe prindërit e tyre me sy dhe dalin në një shtëpi me qira për të krijuar pavarësinë e vet. Domethënë, në një të nesërme nëse duam që ne sot të jemi të lumtur për fëmijët tanë, në një të nesërme të shijojmë nipërit dhe mbesa dhe një shoqëri më të mirë ku brezi i ri do na respektojë neve pastaj siç nuk po e bën faktikisht sot, atëherë impenjimi maksimal do të jetë vetëm ke edukimi i fëmijëve, mendoj. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Për të ecën vada të shëndetshme dhe të sigurta në të ardhmen. Do ta bështim mbylljen e programit. Po. Do shikosh atje te kamera. Faleminderit shumë që na bët pjesë Adam, u kënaqem shumë argëtuam. Pas ke shumë prirje. Po. Ju falenderoj shumë. Elvis, Fatma, faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe për gjithë ditën e xhirimeve. Faleminderit edhe juve. Faleminderit tuna edhe juve. Të dashur miq, bashk javën tjetër. Faleminderit.